Të ngjatjeta me shpresoj që jeni mirë. Këtë video po e bëj për m'ju tregu ditën time në Mitrovicë se qysh ka fillu edhe si mbaroj krejt dita ime. Sot e kam pas pushim edhe jam zgju herët edhe më pëlqen shumë kur jam në Mitrovicë, kur je vetë në shtëpi edhe krejt jem punë edhe ti e ki pushim edhe ti mundesh veç me shiju një kafe vetë, edhe pse preferoj kafet me shiju të mëngjesit me mamin, po mami ka qenë punë, babi ka qenë punë, gjithashtu edhe vllau, kështu që jam bë gati shpejt masi kum kry krejt rutinën tam të mëngjesit edhe jam shku me i rregullu thoj. Unë gjithmonë e kam prioritet që sa herë shkoj në Mitrovicë me kalu sa më shumë kohë me familjarët, sidomos me vllaun tim, po kësaj here me qenë se kanë qenë të gjithë në punë dhe kam qenë veç vetë ditën e fundit, sepse në vikend normalisht kemi qenë të gjithë së bashku, unë kam dalë dhe kam pi kafe gjithashtu edhe me një shoqe. Po mira kësaj dite ka qenë që përveç faktit që unë i kum bo thojt edhe i kum rregullu thojt, kum najt me Blelinën që ta jap një energji të mrekullueshme edhe që e kam shoqe. Çdo veç që kanë të ma qelë dirën të ma bo apo don kafe, se literalisht e din që serin e parë që e bëj është pi kafe një herë me të dhe fillojmë punës. Koha ka ardhur për me shku në Prishtinë edhe sot kemi pas xhirime të Odeonit, jemi nis në Odeon edhe kemi fillu me një herë me përgatitjet. Këtu jam në regji dhe më pas këtu është Mike, ku krejt stafi fillimisht para se të fillojmë xhirimet, gjithmonë i kemi shprehi me pi kafe. Këtu e kemi tutti frutin ton të dashur edhe gjithmonë shijojmë kafe, muhabet edhe llafe. Dhe gjithashtu kemi rregulluar edhe zërimin edhe çdo pjesë skenike tjetër që na duhet para përgatitjeve. E kur shefi mbaron, fillojmë me punën edhe menjëherë me xhirimet e Odeonit e bëjmë edhe një mbyllje fantastike si që është kjo me Miken edhe me babin. Ju dua shumë, miru pafshim. Tani një rëndëroni bukur e zgjuhën e pasë. Natën e mirë,